Nëna dhe gruaja e Gerti Pashjas i akuzuar për terrorizëm dhe i lënë sot në burg nga gjykata e krimeve të rënda, hedhin dyshime mbi zhvillimin e procesit gjyqësor. Sipas tyre, përfaqësimi i Pashjas me avokat të caktuar nga shteti dhe mungesa në seancë e avokatit të zgjedhur nga familja ishte i qëllimshëm. As familja dhe as avokati nuk ishin njoftuar për zhvillimin e seancës së sotme, ku do të caktohej dhe masa e sigurisë. Se nuk ishte avokati që nëna e Gertit pajtoj që të ishte në procesin gjyqësor. Ne nuk donim që të kishim një avokat shtetëror, por donim që të kishim një avokat personal të marrë nga ana jonë. Për bashkëshortin tim nuk kanë asnjë fakt në lidhje me akuzën për rekrutime, ndërsa për drejtësinë shqiptare nuk di çfarë të them. Besim nuk kam. Nuk mendoj kur që djali im ka bërë vepra të tilla. Djali im nuk e prek me dorë armën, sepse ja tillë ishte. Unë nuk di nëse mund të ketë ndaj person që mund të thotë për Gertin që Gerti më ka rekurtuar, më ka çuar në Siri. Dy njerëzit më të afërt të Gerti Pashjas flasin dhe për shkelje të tjera, si gjatë momentit të arrestimit në Turqi, ashtu dhe trajtimin që është bërë nga organet e drejtësisë në vend. Erdhi policia në shtëpi, por policia ka ardhur pa mandat kontrolli dhe kjo nuk është e drejtë ligjore. Gruaja dhe nëna e të akuzuarit hedhin poshtë akuzat e ngritura ndaj tij, duke mohuar se ai ka nxitur rekrutimin e shqiptarëve në Siri. Blerta Resulaj thotë se bashkëshorti i saj s'ka rekrutuar asnjë person dhe se ka jetuar gjithmonë i lirë, ndërsa nuk e ka vizituar Sirin, qoftë edhe për një ditë të vetme. Nëse ka një foto që Gerti është në Siri, nëse ka aparatura që tregojnë që Gert Pashja është në Siri, le ta mbajnë. Edhe avokati i popullit ta shikoj me përparësi këtë çështje ndaj tyre djemve.